Allahu i madhëruar thot: O ju që besuat, agjërimi ju është bërë detyrim, ashtu sikur se ishte detyrim për ata që qenë para jush, që të bëheni të devotshëm. Agjërimi aftëson njeriun të nënshtrohet urdhrave më të forta dhe e sjell atë në harmoni dhe ekuilibër të përkohshëm midis trupit dhe shpirtit. Agjërimi është institucioni i përmirësimit të karakterit dhe shpirtit të njeriut. Qëllimi i agjërimit është të ndihmojë në zhvillimin e vetfrenimit dhe vetpastrimit. Ramazani është koha kur miliona njerëz së bashku uisin kopshtin e virtytit. Ramazani është muaji unik i llogarisë, i rishikimit të vlerave morale dhe shpirtërore, si dhe i ekzaminimit kritik të portretit shpirtëror. I njëjti njeri që po dërgjej për gjumësh për një kohë të gjatë, në Ramazan ka fituar cilësi të veçanta për të qenë i aftë të kontrollojë vetveten. Agjërimi bëhet për mua, dhe unë di si ta shpërblej. Një e mirë shpërblehet me 10 fish. Buhariu. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo punë e birit të Ademit vlerësohet dhe shpërblehet nga 10 deri në 700 fish, me përjashtim të agjërimit. Ai është për mua dhe unë do ta shpërblej atë. Robi e lë të ngrënët dhe të pirët dhe çdo kënaqësi për mua. Për robin ka 2 gëzime, një gëzim kur të çel iftarin e tij dhe një gëzim kur të takohet me Zotin e tij. Era e cila del nga goja e agjëruesit është më e mirë se sa era e parfumit. Nga mirësia Allahu të lartësuar për robrit e tij është se madhështori mëkatin e vlerëson me një gjunah të vetëm, ndërsa të mirat Allahu i lartësuar i shpërblen e pakta gjë 10 fish, e për të shkuar më pas deri në 700 fish, por në këtë rregull nuk hyn agjërimi. Ai e te i kalon këtë shifër. Kjo për faktin se agjërimi ndryshon nga veprat e tjera. Allahu i lartësuar e ka bërë agjërimin një vepër të brendshme. Besimtari gjatë agjërimit, edhe pse ndodhet pran ujit, pran ushqimit, ai sërisht nuk i afrohet atyre, e përmban veten. Madje edhe kur ai është i izoluar, kur është gjendet i vetëm në pranin e askujt dhe në afërsi dhe pran ushqimit, pirjes dhe kënaqësive të cilat Allahu xhelle xhelaluhu ja ka ndaluar gjatë Ramazanit, ai sërisht atyre nuk i afrohet. Pra besimtari gjatë këtij adhurimi kultivon besimin e tij të palëkundur ndaj Allahut. Në të forcohet mbikëqyrja që besimtari ka ndaj Allahut të lartësuar. Ai në çdo moment është i bindur se Allahu e sheh e mbikëqyr. Ndaj dhe kjo është e veçantë e agjërimit. Nëse adhurimet e tjera kanë vepra, të cilat janë të dukshme, të para nga njerëzit, atëherë agjërimi është i ndryshëm. Edhe pse dikush mund të thotë unë agjëroj, në brendësinë e tij ai mund të mos jetë i tillë. Ndaj agjërimi është vepër e fshehtë. E fshehtë është dhe shpërblimi i tij, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala ta bëj atë të veçueshëm ashtu siç e ka bërë edhe në veprim. Në veprim është i dallueshëm nga veprat e tjera, është veprim i brendshëm, të cilin nuk e njeh vetëm se Allahu, ndaj dhe shpërblimi i tij është shpërblim që te i kalon çdo vepër, e të cilin e ka rezervuar Allahu në dijen e tij. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, dhe Allahu do t'i shpërblej durimtarët pa mas. Pa dyshim, vëllezër dhe jo motra, agjërimi muajit të Ramazanit është pjesë e durimit. Madje, durimi shfaqet dukshëm në këtë muaj, sepse njeriu në këtë muaj dhe gjatë agjërimit, ai shfaq të gjitha vlerat e durimit. Duron nga të ndaluarat, duron ndaj atyre të cilat ai ditët e zakonshme i ka të lejuara. Pra ai nuk i afrohet ushqimit, nuk i afrohet pirjes, nuk i afrohet kënaqësive trupore,
të cilat Allahu Gjelleshanuhu ja ka lejuar ditët e tjera. Dhe kjo vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahu Gjelle Gjelalu. Duron ndaj mëkateve, ai është larg mëkateve ndaj këtij muaji. Pra, durimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala e shpërblen pa mas, pa kufi. Kështu bën Allahu i lartësuar edhe me agjërimin. Agjërimi është një vepër e cila ka një shpërblim që njeriu do ta shoh atë vetëm kur të paraqetet ke Allahu i lartësuar, ditën kur ta takojë Allahun. Ashtu si Allahu i lartësuar thot në këtë hadith për agjëruesin ka dy gëzime. Një gëzim kur ai çel iftarin dhe një gëzim kur ai të takojë Zotin e tij. Kur të takojë Zotin e tij dhe të shoh shpërblimin që ka fituar prej agjërimit të tij, atje do t'i shfaqet shpërblimi i madh që ai ka fituar nga ky agjërim. Në një hadith të cilin e transmeton dhe e përcjell Ebu Hurajra, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: çdo punë të mirë të cilën e kryen robi, prej saj ai do të shpaguaj veprat e këqija. Me të do të shlyej veprat e këqija, me përjashtim të agjërimit, thot Allahu, sepse ai është për mua. Këtë hadith e transmeton Buhari. Allahu i lartësuar e ka bërë agjërimin pra të veçantë. E ka bërë të veçantë në shpërblim, sepse shpërblimi në të është pa kufi, po nga ana tjetër e ka bërë të veçantë sepse agjërimi nuk hyn në shpagimin e veprave të këqija. Sadakaja, namazi, çdo gjë tjetër hyn dhe shpaguhet prej tyre, shlyhet prej tyre mëkatet që ne kryjm me përjashtim të agjërimit. Agjërimi është i veçantë. Ai është për mua, thot Allahu, dhe shpërblimin e tij robi im do ta marrë të gjithë, pa asnjë tëmet. Ne lutim Allahun që t'i bëj agjërimet tona të tilla, ku ne do të kënaqemi me shpërblimin ton ditën kur ta takojmë Allahun e lartësuar.